Përshëndetje të dashur fëmijë. A jeni gati për një aventurë të re? Unë jam shumë i emocionuar sepse sot do të më bashkoheni mua dhe shokut tim të mirë, Red Titan, për të zbuluar një ditë shumë të veçantë, 21 Marsin. E dini pse është kaq e veçantë kjo ditë? Sepse na sjell pranverën. Është dita kur gjithçka zgjohet nga gjumi i dimrit. Lullet qelin, zogjtë të këndojnë me gjithë zë, dhe dielli, shoku ynë i ngrohtë, na përqafon me rrezet e tij të buta. Por kjo nuk është gjithçka. Kjo ditë magjike ka një emër shkencor, ekuinoksi pranveror. A doni të mësoni më shumë rreth kësaj dite të mrekullueshme? Atëherë e jani me mua. Do të zbulojmë bashkë se çfarë është ekuinoksi, pse dita dhe nata janë të barabarta në këtë ditë, dhe më e rëndësishmja, si mund ta festojmë këtë ditë të veçantë. Imagjinoni tokën si një top të madh, shumë të madh. Ky top rrotullohet rreth diellit si një valëzim i ngadaltë në hapësirë. Por a e dini se toka rrotullohet edhe rreth vees? Ky rrotullim është që bën që të kemi ditë dhe natë. Por ja që ndodh diçka magjike 2 herë në vit. 2 herë në vit, toka është në një pozicion të tillë që rrezet e diellit bien një lloj në të gjithë botën. Dhe kjo do të thotë që dita dhe nata janë tamam të barabarta. Një nga këto ditë magjike është 21 Marsi dhe quhet ekuinoksi pranverës. Është si një festë e barazisë, ku dita dhe nata festojnë së bashku. Dhe a e dini nga vjen kjo fjalë e çuditshme ekuinoks? Vjen nga 2 fjalë të vjetra latine, aequus që do thotë i barabartë dhe nox që do të thotë natë. Pra, ekuinoksi do të thotë natë e barabartë. Interesant, apo jo? Pas një gjumi të gjatë dimëror, kur gjithçka është e bardhë dhe e ftohtë, vjen pranvera me ngjyra të ndezura, me jetë me shumë energji. Lullet, si me magji, fillojnë të qelin. Pemët veshin gjethe të reja, të gjelbra si smeraldi. Dhe zojt, ata kthehen nga vendet e ngrohta, të gëzuar që janë në shtëpi. I dëgjoni, po këndojnë me gjithë zë. Dielli, shoku ynë i ngrohtë, fillon të ngrohtë më shumë. Ditët bëhen më të gjata dhe ne kemi më shumë kohë për të luajtur jashtë. Ua, thot shoku im Tobias, a do të thot që mund të dalim më shumë jashtë për të luajtur? Sigurisht që po, Tobias. Pranvera është koha perfekte për të dalë, për të vrapuar në përfusha të gjelbra, për të luajtur me shokët, për të mbjell lulle me ngjyra dhe për të qeshur me gjithë zemër. Dita e ekuinoksit është një ditë feste. Dhe çfarë është më e bukur se sa të festojmë me lojëra dhe aktivitete argëtuese? Ja disa ide që mund t'i bëni në shkollë ose në shtëpi me familjen tuaj. Loje parë, gjej balancën. Qëllimi i kësaj loje është të kuptojmë se kjo është një ditë barazie. Si luhet, merrni një shkop ose laps dhe provoni ta mbani në gishtin tregues në mes. A e mbani në baraz pesh? Tani provoni me një vezë. Ka njerëz që thonë se në ekuinoks veza qëndron vetë në këmbë. Provojeni dhe diskutoni. Loje e dytë, diell apo hije. Për këtë lloje, na duhet një diell i vizatuar në një letër dhe disa shenja me hije. Vendoseni diellin në mes dhe bëni pyetje si: në pranverë është më shumë diell apo hije? Fëmijët duhet të zgjehin dhe të vrapojnë në drejtimin e duhur, si një lloj stafet. Loja e tretë, kërko pranverën. Kjo është një gjueti thesari natyror. Jepuni fëmijëve një listë me objekte, një lule të verdhë, një gjete jeshile, një insekt si flutur apo milingon, diçka që ka aromë të mirë, një gur të rumbullakët. Kush i mbledh më shumë, fiton. Loja e katërt, valja e pranverës. Krijoni një këngë të lehtë me rimë si pranverë e bukur po na vjen, zemra ngrohet, gjithçka qel. Lule, zogje erë me aromë, të luajmë jashtë, larg nga dhoma. Fëmijët krijojnë lëvizje për çdo varg dhe e këndojnë bashk. Chapter 4. Kënaqësitë e fëmijëve në pranverë. Pranvera është një kohë magjike për fëmijët. Ditët janë më të gjata dhe kjo do të thotë më shumë kohë për të luajtur jashtë. Mund të bëjmë shëtitje në natyrë me familjen, të vrapojmë në përfusha të gjelbra, të ndërtojmë kështjella me rërë në plazh ose të bëjmë piknik me miqtë tanë më të mirë. Dhe a e dini se në pranverë mund të shohim lindjen e zogjve të vegjël? Është kaq emocionuese të shohësh zogjt e vegjël që dalin nga vezët dhe fillojnë të këndojnë. Pranvera është gjithashtu koha perfekte për të vizatuar. Mund të vizatojmë lule me ngjyra, flutura që fluturojnë, pemë të larta me gjethe të gjelbra dhe diellin që shkëlqen në qiell. Por kujdes, edhe pse pranvera është e bukur dhe argëtuese,
duhet të jemi të kujdesshëm. Chapter Fide, çfarë duhet të kemi kujdes në pranverë? Pranvera është e bukur, por duhet të jemi të kujdesshëm. Ja disa këshilla të rëndësishme për të qenë të shëndetshëm dhe të lumtur gjatë pranverës. Së pari, kujdes nga alergjitë. Pranvera sjell shumë pollen dhe disa fëmijë mund të kenë teshtima, sy që kruen ose hund të zëna. Për të shmangur këto probleme, lajeni fytyrën shpesh dhe përdorni syze në ditët me erë. Së dyti, kujdes nga dielli. Edhe pse nuk është shumë i fortë në pranverë, është mirë të përdorim kapele ose krem dielli kur jemi jashtë për një kohë të gjatë. Së treti, kujdes nga insektet. Në pranverë ka më shumë blet, mushkonja dhe insektet të tjera. Mësoni të mos i shqetësoni dhe të mbrojeni nga pikimet e tyre. Dhe së fundmi, kujdes nga ndryshimet e temperaturës. Në mëngjes mund të jetë ftohtë, ndërsa në drekë ngrohtë. Prandaj, vishni rroba me shtresa që mund t'i hiqni ose t'i vishni sipas nevojës. Chapter 6, mini projekt për klasën. Dhe tani, kam një ide fantastike për zyshën Sandra dhe klasën e 4 të Tobiasit. Çfarë thoni për një mini projekt të quajtur Dita e Barazis? Do të krijojmë një mur të madh pranveror. Secili fëmijë do të vizatoj diçka që i kujton pranverën. Një lule të bukur, një diell që shkëlqen, një flutur që fluturon, një pemë të lartë me gjethe të gjelbra. Në mes të murit do të vendosim një diell të madh dhe rreth tij do të ngjisim punimet e të gjithëve. Në fund, secili do të thotë një fjali. Për mua, pranvera do të jetë një mënyrë e mrekullueshme për të festuar ekuinoksin e pranverës dhe për të ndarë me njëri tjetrin gjërat që na pëlqejnë më shumë rreth kësaj stine të bukur. Otro gëzuar pranverën. E pra fëmijë, 21 mars është më shumë se një datë. Është një ditë për të festuar jetën, ngjyrat dhe bukurinë e natyrës. Dilni jashtë, luani, nuhatni lulet, dëgjoni zogjtë dhe falenderoni diellin që është rikthyer për të na dhënë ngrohtësi. Gëzuar pranverën, gëzuar ekuinoksin.